Ai kërkon falje Zotit na ja kështu visar për çit aktivitetin tonë. Si na po bën normal që do sana. Ja, qëre, tash ka edhe tash kam këndvështrim ndryshe për mbi, jo shumë për mbi idetë. I ri e kom. Jo, unë mendoj se çto shumë njerëz më bojnë që të pyetje. Unë hala mendoj që konceptet politike disa prej tyre televizor vendosë janë të shëndosha. Asnjës janë. Ja. Asnjë nuk janë. Do me thonë vetë, lëvizja vetëvendosje është si koncept i dëmshëm. Kata. Tjetër gjë është ajo. Veç si t'ja nis në parim, në thelb, lëvizja vetëvendosje, ku ti smunesh me vendos, ku është vetëvendosja sot? Fal, po ja nisi me shtete. Po më na kena. Po ja nisi me shtete. E drejta vetëvendos neve na ka njohur. A mundet me vetëvendos Gjermania sot? E drejta vetëvendos nuk kupton sovranitet absolut. Ajo kish kuptim. Jo negociata vetëvendosje. Po të se na e kena paraqit idenë në mënyrë të gabuar. Po jo të gabuar, të rrajshme, më fal. Jo të rrajshme. Kada. Ja, mik, të lutem. Çka është shpallja e pavarësisë së Kosovës? Shpallja e pavarësisë së Kosovës është një proces negociator me partner. Me partner. I bazuar në të drejtën e shqiptarëve për pavarësi. E drejta jonë ka qenë për pavarësi. E çka e drejta për pavarësi është e drejtë për vetëvendosje. Është e drejtë që ti me vendos vetë. Nëse e lexon vendimin e gjykatës e GNT-s, aty thotë që është rasti i parë dhe do të jetë i vetmi mbase se i sui generis ku një populli i njihet e drejta e vetëvendosjes si shpagim për dhunën nga pushteti. Kosova është era parë. Në fakt ishtë dasht vetëvendosje me lezu këto shumë. Po na kena lezu, po nuk kena dasht me lezu mirë. Ishtë dasht sot, për i pushtetit me lezu. Këtë fjali duhet me pas në balë. E drejta për vetëvendosje, populli Kosovës ju ka njohur 2008. Po visar, po e drejta e shqiptarëve për liri është njohur në vitet 90. Për shkak të zullumit që ka ushtru Serbia Mineve. Dhe çka ka bërë Perëndimi? Jo për shqiptarë. E ka hjek një popull juridikisht popullit Kosovës e njëjta e drejtë. Po dhe popullit Kosovës. Nuk përmendet aty. Po shqiptarët ishin viktim. Po pra. Dhe i është hjekë drejta e qeverisjes mbi një popull Serbisë pra për shkak të zullumit. Dhe kjo na kthen neve diku tjetër për çka kemi folë edhe më herët. Kjo absolutisht nuk na jep neve të drejtën sot që ne me qenë sumtimtar mbi pakicat që jetojnë në Kosovë. Ty mas pak ti të jep të drejtën që kjo. Se ti e rezultat i një dhumë të tillë. Dhe më thonë ti e rezultat i një persekutimi tillë. Shteti yt është rezultati që silli persekutimi. Ose është kjo pak edhe për shkak dhunës që kemi psuna vazhdueshme dhe një klasë politike këtë pastaj e interpreton si të drejtë të ti për me ushtru dhunë me doptin. Po, tash, se kjo ma beti gati. Unë me ne kështë, për shambull, që tu e kam pak, unë e kam po vetëvendosja atër ja ka hush për të sanë, dhe pajtona, konceptualisht e mirë po edhe partitë që kanë qenë atëherë në proces negociator, kur nuk e kanë pas guximin me dalë me kallëzu të vërtetën e plot për proces negociator. Për shembull, na sot shumica dërmuese qytetarëve të Republikës së Kosovës sot mendojnë që Kosova është shtet shqiptar. Me kushtetutin nuk je shtet i shqiptarëve.